Rreshtet intensive të shiut të rëna gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit të së dielës përmbytën një pjesë të fshatrave të Nën Shkodrës dhe të bashkisë Valli i Dejës. Situata më alarmante ka qenë në këtë të fundit, ku rreth 100 shtëpi u zhytën në ujë, ndërkohë që lumi Glin doli nga shtrati. Kryebashkiaku i Vallit të Dejës Kristian Shkreli, pasi pa nga afër situatën në terren, pranoi se gjendja mbetet e vështirë, ndërsa konfirmoi se janë të paktën 100 banesa me prezencë ujë. Gjithë stafi i Bashkisë Valli i Dejës është në terren, është në përkrah njerëzve. Besoj që çdo gjë do shkojë mirë në evakuim, po shpresojmë që mos kemi nevojë për evakuim. Problemi kryesor është proji i Glinës. Proji i Glinës ka 5 vite që aplikojmë dhe faktikisht nuk e kemi fituar, nuk e di arsyen sepse, por shumë problemi i madh sepse me fondet e Bashkisë Valli i Dejës është pa mujtë në realizimi i këtij projektit. Për shkak të rreshjeve të dendura të shiut, Arsht, Kosmash dhe Barbullush janë pa energji elektrike. Situata problematike paraqitet edhe në Bashkinë Shkodër, në njësitë Gurisi dhe Berdic, ku uji dhe atje ka depërtuar në banesa. Zonë shumë e keqe. Uji ka përmbyt tona, sidomos në kanal prit e kisha e deri te tëll noci i ka përmbyt tona shtëpia çka. Çka mund bëhet më hap kanalin e majtë i këtë pritën i do. Vetëm kja prita majtë të ura ujë thejnë. Ky vjen për i projeve, nel. Për sy si janë pronit pa pastru. Për e se muzajen dhe me për i bashkisë më armen e pastru, kanë metë. Se nuk për vetëm kjo, a që e ura këtë. Kja blokon proli, kajtë këtë. Dhe e jazje. E blokon. Uji doli dhe mbi rrugën e re tek harku i Berdicës, duke rikthyer një problematik të vjetër në këtë zonë, ndërsa pjesa urtërsirës përballet me përmbytje në zonat malore ka patur rënje gurësh dhe inertesh në rrugë rurale, si dhe prezencë e ujit në akse rrugore. Fshatra turistike si Erasma dhe Boga janë gjithashtu pa energji elektrike.